Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Takojmë edhe sot bashkë për të qëndruar bashkë deri në orën 12 të mesditës dhe për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim transmetimin e sotëm me një bisedë me një nga kandidatët e listës së hapur të Partisë Socialiste për Tiranën. Nuk mundi të marrë një mandat, por kjo nuk do thotë që nuk mund të diskutojmë rreth situatës politike në vend. Kam kënaqësinë të kem zotin Halit Valteri. Përshëndetje. Kënaqësi ta nisim ditën bashkë. Sot do të rimblidhet parlamenti. Dhe do doja të diskutonim bashkë rreth skenarëve të mundshëm, duke qenë se të paktën në rrjete sociale mbështetës të shumë të Partisë Demokratike bëjnë thirrje për grevurie, për flakadan, për një lloj revolucioni, le të themi. Si ishe këto reagime? Atëherë, është një situatë e paralajmëruar. Partia Demokratike nuk ka luftuar për të qeverisur vendin. Partia Demokratike ne kemi paralajmëruar disa herë në studio dhe gjithkund ku kemi pasur mundësinë të flasim, ka luftuar për të ruajtur atë status quo që kërkon Sali Berisha për familjen dhe për grupin e tij të interesit që përfaqëson. Dëshirat e demokratëve për flakadan, për mosbindje civile apo për prishje të procesit të parlamentarizmit në vendin tonë kanë vdekur me kohë dhe në 11 maj e morën përgjigjen e merituar nga pjesa tjetër e shqiptarëve. Nuk është opozita e Shqipërisë një tuf me ndjekës ose një tuf me militant të Partisë Demokratike që i shkojnë nga pas Saliut. Opozita e Shqipërisë është më e gjerë, opozita e Shqipërisë është 500.000 votues cilët kanë votuar që janë kundra kësaj mazhorance, por jo një tuf militantësh të cilët mund të mblidhen apo mund të bëjnë atë shfaqjen vulgare siç dinë të bëjnë ose siç vetëm atë lloj imazhi kanë krijuar te shqiptarët. Vulën e këtij procesi zgjedhor edhe atje pas të gjithë përshëndetjeve, të gjithë kancelarive në reagimi i ambasadës amerikane. Reagimi i ambasadës amerikane, ku shpresat e shqiptarëve për heqje non grata, e demokratëve për heqje non grata apo për takim në dhomë ovale të presidentit Trump me Saliun janë thjesht alucinacione politike që i vinë për shtat vetëm një lideri komunist i fundit i mbetur në ishlindjen e atij sistemi. Zoti Valteri, ju u shprehët për reagimin e ambasadës amerikane, ndërkohë që komentet e shumta kanë qenë që ishte një reagim i vakët. Jo si ai i vitit 2021. Unë nuk shikoj, nuk jam termometër reagimesh, i vakët apo i ftohtë, po le të pyesim flamurin, se flamuri i mat këto temperaturat e reagimeve, se ka kohë që del dhe për studio dhe thotë sot është 38 gradë temperatura e politikës, sot është 42 gradë në minus, kështu që mund të them vetëm një gjë. Partneri jonë dhe aleati jonë më i rëndësishëm dhe i palëkundur dhe i vendosur dhe aleati i cili ne e kemi bazë të shtetit tonë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk japin reagimet të ftohta apo të ngrohta, por janë miq të Shqipërisë, siç jemi edhe ne miq të popullit amerikan dhe do të vazhdoj ky partneritet për të shkuar aty ku e ka vendin Shqipëria drejt Bashkimit Evropian të palëkundur dhe më të fortë se kurrë. Dhe me që jemi të diskutojmë për opozitën, se më pas do shkojmë edhe tek mazhoranca. Me që jemi tek opozita, ju përmendët zotin Berisha, përmendët zotin Noka, ndërkohë si e shihni ju të ardhmen e kësaj force politike, duke qenë se askush nuk ka planuar të paktën deri tani që të jap dorëheqje, dhe duke mos dhënë dorëheqjen është edhe një lloj, le të themi, mosmbajtje e përgjegjësisë për rezultatin e 11 majit, sepse e konsiderojnë si një farsë zgjedhore 11 maj.
Kjo është përgatitur që me marrëveshjen që bëri me Ramën për pjesën e listave të mbyllura, 30% mbyllura. Sali Berisha e dinte shumë mirë që nuk e kapte 30% në disa vende. Kështu që ne kemi një situatë të menduar mirë, prandaj vuri ata besnikët e tij që nuk duan dhe nuk guxojnë të ngrenë kokën dhe të ngrenë zërin për të kërkuar dorëheqjen e Berishës. Berishës do t'ja kërkoj dorëheqje baza, Berishës do t'ja kërkoj dorëheqje e gjithë antarësia dhe e gjithë opozita shqiptare. Sot që flasim, do të shikojmë se si paturpsisht do të shkojnë për herë të fundit në kuvend të disa kloun politik të cilët e përdorën mandatin e deputetit thjesht për interesat dhe për kulisat që përfaqësonin dhe sot do të shkojnë atje pothuajse për herët e fundit derisa të mbaroj kjo legjislaturë, disa njerëz cilët janë ripërtërir politikisht nga pronari i tyre Berisha për të mos folur, për të ngritur kartonin sa herë i lipset nevoja Zelit dhe Argitës dhe për të bërë atë zallamahin mediatike sa herë i lipset nevoja Saliut për të mbrojtur interesat e tyre. Kjo duhet marrë fund. Kjo është një opozitë e cila është e shkelur nga vetë pronari i saj Berisha dhe bashkëortaku i tij Meta, është një opozitë e cila nuk prodhon më asgjë, është një limon i shtrydhur, është një opozitë e cila nuk përfaqëson më interesat e demokratëve dhe ndjekësve të asaj partie, është një opozitë që përfaqëson vetëm diçka, interesin e familjes Berisha, e familjes Meta dhe bizneseve që janë të lidhura me këtë familje ku kanë gjeneruar milionat e vjedhura dhe të përfituar nga korrupsioni ndër vitet politikën shqiptare. Ndërkohë që shihet një lloj, le të themi, refuzimi i atyre që konsiderojnë si fryma e re e Partisë Demokratike e opozitës, nuk ndihet një lloj dashamirësie, pavarësisht se në politikë ka dhe hipokrizi, zoti Valteri, por unë dje kisha në një bisedë zotin Ali Mehmeti dhe e pyeta faktikisht për klimën që ai ka gjetur në Partinë Demokratike, që mbizotëron sot, madje e pyeta edhe për xhelozët e PD-s. Se ky lloj refuzimi, le të themi? Ali Mehmeti është një figurë e re e cila e tregoi me votë që ka përkrajen e qytetarëve të Tiranës dhe ka marrë gati rreth afro 18.000-19.000 vota, në mos gaboj. Mbi 18.000, po. Mbi 18.000 vota, ndërkohë në parlament është kloni Fariballiut, i cili nuk merr dot as votat e shtëpisë tij, se 2 nga ato shkojnë tek Partia Socialiste. Është Belloja që humbi me 58.000 vota Bashkinë e Tiranës. Është Albana Vokshi që nuk ka kaluar ndonjëherë më shumë se 2.000 vota. Është Muli Pashkop i Saliut. Janë 2 klonët e Metës, Tedi me atë e Risën që e ka babain për korrupsion sot tek Spaku dhe do t'i komunikohet, i është komunikuar akuzë bashkë me kryetarin e tij. Janë një tufë servilësh të familjes Berisha, të cilët nuk mund të i kenë mandat pa vota. Prandaj xhelozia ndodh tek Ali Mehmeti dhe të gjithkush tjetër i cili është votuar. Në listën e hapur të Partisë Demokratike ke emra të ndryshëm, Jorida Tabaku, Ali Mehmeti, Murrizi, Aslan Dogjani, Petrit Doda, shumë emra të tjerë se po nuk i mbaj mend të gjithë në radhë, që janë njerëz cilët kanë marrë një vot besim mbi 5.000 vota nga qytetarët e Tiranës. Dhe kështu po e njëjta gjë ke në qarkun e Shkodrës, ke në qarkun e Elbasanit, ke në qarkun e Durrësit, ke në qarkun e Lezhës, ke gjithku njerëz cilët janë të rinj, kanë marrë përfaqësim, kanë marrë vota, por sistemi që Berisha dakorcoi me majorancën i la jashtë parlamentit. Këta janë opozita e vërtet, këta janë Partia Demokratike, këta janë e ardhmja e këtij subjekti, këta duhet të ngrihen dhe të marrin frenat në dorë dhe ta shqirojnë një herë për gjithmonë këtë opozitë nga gjakatari Berisha dhe shkura e tij, të cilët nuk u leverdis, ja u thashë edhe një herë që Partia Demokratike të jetë forcë qeverisëse, por i leverdis të ruajnë atë status quo e tyre dhe të mbajnë gjallë bizneset e lidhura me ta dhe politikën të mbajnë peng pasi
ne dakorcojmë qoftë ne të dy, ndoshta ju s'ju lejohet ta dakorconi për shkak pozicionit, po 80% e shqiptarëve dakorcojnë se nëse s'do të kishte qenë Berisha në këtë politikë aktive, të paktën këto 10 vitet e fundit, Shqipëria do të kishte qenë akoma më mirë dhe do të kishin pasur më shumë progres. E vetmja gjë që di të bëjë ai njeri është të djeg, të shkrumoj, të përplaset, nuk ka gjuhë komunikimi normal në politikë, por ka vetëm gjuhën e dhunës, gjuhën e përplasjes, gjuhën e urrëties, e shtifjes, e shantazhit dhe të gjitha këto e bëjnë atë plakun e marrë të cili nuk i jep më asnjë lloj shpresë Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare, por ne kemi zgjedhje të ardhshme pas 2 vitesh, kemi filluar fushatën që tani për të mos lënë asnjë bashki në dorë të këtij plaku të marrë, për të mos lënë asnjë bashki në dorë të kësaj opozite e cila e përdor të gjithë funksionin dhe të gjithë aktivitetin politik për qëllimet e përfitimit personal të kryetarit të tij. Si parashikoni ju seancën e sotme? Çfarë do të ndodhë? Po do dali Flamuri, do bëj si Gomar, do të çohet Saliu, do t'i vëri Samarin Flamurit. Nuk e di ma do t'ja shtrëngoj mirë apo do t'ja shtrëngoj pak Samarin, po ideja është që një Gomar dhe një Samar do ta kemi aty dhe ky është show politik i ditës sotme. Do tentojnë të flasin për farsën imagjinare zgjedhore që e di vetëm Saliu, do tentojnë të flasin për bandat që kanë vjedhur vota, do tentojnë të flasin për krimin e organizuar që bleu votat dhe luftoi Saliu, do tentojnë të flasin për 1001 gjëra që ka 35 vite që ka të njëjtën kaset, thjesht i ndron emrin dhe vitin ku ndodhi ngjarjet. Është e njëjta narrativ, e njëjta kaset, e njëjta fjalë që thot, thjesht ndron zgjedhjet nga 92-shi deri në 2035 kur të shkojë, inshallah jep Zoti jetë gjatë që të marrë pjesë në gjithë këto zgjedhje, do të tregojnë që Saliu sa herë më vet i quan mi vodhën, mi morën banda, thjesht gjen nga një emër bande të re dhe ja vesh atë kundërshtarit që ka përballë duke janë atemuar me emra konkret. Dhe për të kaluar pak tek SPAK dhe aktiviteti i tij, ne kemi diskutuar strukturën që krijoi SPAK përpara zgjedhjeve për krimin zgjedhor në bashkëpunim dhe në marrëveshje me KQZ-n, me Policinë e Shtetit, gjithashtu edhe me Prokurorinë e Përgjithshme. Ka patur deklarata nga kujdesu për veten se shoh që paske probleme këto virozat që po qarkullojnë janë vërtet të rrezikshme. Shohim që ka deklarata nga ata që nuk kanë mundur, flas për opozitën, që nuk kanë mundur të futen në parlament, sepse nuk për shkak të këtij sistemi që është krijuar, pavarësisht se kanë marrë shumë vota, njëri prej tyre është Ali Mehmeti, ju përmendët edhe zotin Murrizi. Por zoti Murrizi është shprehur me siguri që do të jem në parlament në shtator, sepse disa nga deputetët që kanë dalë nga zgjedhjet e 11 majit nuk do arrin ta gëzojnë mandatin e tyre. Ose më sakt do t'i këpus, le të them, SPAK. SPAK duhet të krahasis shumë politikan, duhet të krahasis shumë koka politikanësh të cilët kanë futur kokën si struci në një subjekt politik në listën e mbyllur për ta përfituar atë mandat. Kështu që unë uroj dhe shpresoj që Murrizi dhe Ali Mehmeti dhe shumë të tjerë të jenë në kuvendin e Shqipërisë, se do isha shumë i lumtur dhe si shqiptar dhe si qytetar i Tiranës që të kishin disa njerëz të papërfshirë në afera korruptive, si Ali Mehmeti, si Murrizi dhe si gjitha emrat e tjerë që të përmendat listës hapur. Ka emra konkret që mendon se vërtet nuk do arrin të hynë të jenë pjesë e parlamentit në shtator? Po nuk e di, po di të them që ja ky Gomari që pritet i vëret Samari sot, se ai që ka hall vërtet më shumë, se kush nuk ka hall nuk vërtet fare, nuk bëhet bërtas. Unë besoj se Flamur Noka nuk e merr mandatin e deputetit dhe Flamur Noka do të shkojë të jap llogari për paratë që ka fshehur qoftë tek apartamentet dhe qoftë gjithë kompanitë që ai zotron dhe t'i tregoj shqiptarëve që nga me opinga llastiku dhe me brek thesi
që ka ardhur në Tiranë, sot të tregoj ku i ka gjetur parat që ka bler shtëpinë atje te Garda Republikës aty te liçeni, te Pallati Kuq, ku i ka gjetur parat për jetën e luksit që bën, ku i ka gjetur parat për Range Roverin që posedon, orat e shtrenjta, veshjet e mia, se me rrok deputeti, unë e di shumë mirë se sa është rroga e deputetit, se kam qenë vetë, nuk mund t'i kesh të gjitha ato. Kështu që pasi t'i mbërthejnë Samarin, do t'i mbërthejnë dhe ca bëzulyqe të tjera, të cilat i shkojnë për shtat formatit të këtij politikanit, cilit i ka shumë borxhe demokratëve duke e çuar të paktën 10 vite pas Partinë Demokratike nga ignoranca dhe padia e tij. Dhe për të kaluar pak tek Partia Socialiste, dëgjuam fjalimin dhe deklaratat e kryeministrit të vendit, njëkohësisht dhe kryetari i Partisë Socialiste, zoti Edi Rama, i cili foli për një lloj reformimi, për ndryshime rrënjësore në qeveri, por edhe në strukturat e partisë. Ka nisur, le të themi, një lloj frike, ndihet frika nga element të ndryshëm dhe eksponent të rëndësishëm të Partisë Socialiste? Kush ikën, kush vjen? Nuk e kam iden kush ikën dhe kush vjen. Ne e dim që në politika edhe thashe theme dhe qarkullojnë një mori fjalesh. Ne nuk kemi luksin të humbim askënd, as të rinj as të vjetër. Është një parti e madhe, prej 12 vitesh drejton Shqipërinë, kërë parti një mandat të katërt që do të qeverisin në 4 vite Shqipërinë, ka vënd për gjithkënd të japi kontributin e tij në të gjitha fushat e ekzekutivit, në të gjitha fushat e qeverisjes vendore, për të dhënë gjithsecili atë kontributin e tij për Shqipërinë me eksperiencën e tij dhe me përvojën politike që ka. Nuk di të them emra konkret kush ikën, kush vjen, por nisur nga fjala e kryeministrit, di të them që do të ketë ndryshime të mëdha në qeveri, do të ketë ndryshime të mëdha në postet drejtuese të ekzekutivit apo në rangjet e drejtorive të përgjithshme, do të kemi një ndërthurje të rinjve në politikë dhe të vjetërve në politikë, që do të thotë energjia të rinjve dhe eksperienca e të vjetërve do të jap një plus shumë të madh në ata që do drejtojnë institucionet nesër. Nuk shikoj që ka ikje të mëdha, por shikoj që ka dhe hapje krau, shikoj që ka dhe mbështetje të brezit të ri në politikë. Kështu që të presim shtatorin për të parë të ndryshimet, presim shtatorin për të parë se kush do të jetë qeveria e re dhe si do të jetë konfigurimi i kësaj qeverie, dhe më pas do të shikohet dhe fryma se si do të shkojë 4 vjeçare në ardhshëm punën. Dhe me që e përmendëm SPAK, si e shihni ju aktivitetin e SPAK, duke qenë se ka në dorë dosje shumë të rëndësishme, të cilat ne i kemi përmendur shpesh në emision? Doja shumë mos t'i mbante në dorë dosje të rëndësishme, por t'i çonte në gjykat dhe të ekzekutonte masat. Qofse janë për masa arresti, ose qofse janë për të pushuar, t'i pushojnë. Nuk ka kohë për të humbur SPAK-u. Unë e kam thënë herën e kaluar që ishim në studio bashkë, tash në nëntor mbaron mandati i zotit Dumani dhe deri në nëntor ne do të kemi të gjitha këto dosje që ai ka qenë vetë në krye të hetimeve, besoj që ato që janë brenda afateve do të shkojnë për gjykim. Prandaj jam shumë i bindur që do të kemi arrestime të reja, jam shumë i bindur që do të kemi shumë politikanë të cilët nuk i zë gjumi sot, t'i dalë ai gjumi i frikës dhe të shkojnë të përballen me çfarë i kanë bërë shqiptarëve dhe çfarë u kanë marrë kësaj Shqipërie që pas ka pasur kaq shumë dhe nuk mbaron ka shkreta, sepse ky vend i bekuar nga Perëndia me gjithë të bukurinë natyrore, me gjithë të resurset dhe me gjithë shka që i ka dhënë Zoti, i ka falur një kast politikanësh të korruptuar, një kast politikanësh të cilët nuk e meritojnë të kenë qenë në drejtimin e këtij vendi për 35 vitesh. Dhe tashmë Zoti Meta është i pandehur, disa akuza rëndojnë mbi të, ne kemi diskutuar shpesh bashk, ju jeni një ndër ata që keni bërë denoncime konkrete dhe i keni çuar në SPAK. Ndërkohë do doja një koment.
Atëherë Ilir Meta akuzohet për pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim të ardhurat dhe pasurie. Janë 3 komponentë të cilët Ilir Metën e kanë shoqëruar në 35 vite karrierë politike, i cili ka çdo para që ka marrë është munduar ta pastrojë nëpërmjet bizneseve që i rrin afër. Korrupsioni si rrjedhoi qoftë dhe partia e tij që u krijua LSI-ja ose korporata më e korruptuar e politikës shqiptare ka funksionuar në bazë korrupsionit dhe sa drejtori, sa njerëz kanë pasur dhe sa para kanë gjeneruar, aq vota dhe aq mandate është përkthyer në jetën e tyre politike. Kështu që kallëzimi im është për sa i përket pjesës së lobimeve. Unë kam quar disa kontrata lobimi që shkojnë rreth $1.2 milion, ndërto SPAK për deri në tani ka faktuar rreth $480.000 të përdorura nga Ilir Meta dhe subjekti i tij politik, duke bërë kontrata lobimesh me 5 kompani të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato janë deklaruar në sistemin FARA dhe janë deklaruar që kanë kryer shërbime për subjektin Ilir Meta dhe subjektin LSI. Kështu që të presim se si do të vendosë gjykata. Unë mendoj që Ilir Meta duhet të dënohet dhe duhet të jetë shembulli që kjo drejtësi funksionon dhe kjo drejtësi nuk është e kapur dhe është e pavarur një herë për gjithmonë nga. Zoti Meta ka folur me tone, është shprehur me tone të ashpra, ka akuzuar madje edhe personat e tij më të afërt, si tradhtar, si spiun. Pra, edhe pas shpinës së tij, siç ka deklaruar edhe zoti Rama, janë ngrënë molle darda. Unë mendoj që Ilir Meta do t'i bëj vetëm një nder Shqipërisë, është ende në kohë për të dalë faqebardhë nga ky proces, të bëhet pentito, të tregoj shokët, të bashkëpunoj me drejtsinë. Ai ka bashkëpunuar edhe me Sali Berishën dhe me Edi Ramën, ka qenë pjesë ose kingmakeri të 2 qeverive. Kështu që të shkoj atje, të ulet me zotin Dumani apo me prokurorin që po e ndjek, të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, të flas me emra, të flas me fakte dhe ka vetëm një gjë që mund ta lajë Ilir Metën dhe domethënë nga figura më e urryer sot e shqiptarëve të bëhet figurë e dashur dhe figurë e cila e lanë të gjithë zullumin e bërë, është ta pastroj politikën duke i treguar me emra dhe me fakte të gjithë bashkëpunëtorët e tij në krim dhe ta pastroj politikën shqiptare nga gjithta ministra, nga të 2 krahët apo nga këta biznesmen të cilët i kanë ngritur perandoritë e tyre me paratë e gjakut dhe djersës shqiptarëve. Vetëm kjo është ton Ilir Metën, duke u bërë pentito, duke u bërë bashkëpunëtor i drejtësisë dhe t'i jap emrat e gjithë politikanëve që kanë vjedhur para në bashkëpunim me të ose që ka dieni për aferat korruptive. Kështu që jam shumë i sigurt që Ilir Meta është një thesar për drejtsinë, është një kuti Pandore e cila duhet bërë çmos që të hapet dhe të tregoj bashkëpunëtorët dhe njëherë mirë Shqipëria të shpëtoj nga kasa e vjetër politike e korruptuar. Zoti Valteri, ju falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha opinionet që ndat me ne. E vam dhe titullin sot, Ilir Meta pentito dhe Ilir Meta kutia Pandore e drejtësisë shqiptare. Gjithë të mirat, kalofshin një ditë sa më të bukur. Do të kalojmë në publicitet.